E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me një moment shumë emocional që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Vllau i madh i dha një mesazh nga jashtë DJ Gimbos, në sfond vuri këngën e Gjestit. Uh, unë momentalisht jam i emocionuar sepse e pash këtë videon. DJ Gimbo u përlot shumë, u emocionua shumë dhe e qau këngën ashtu si që Gjesti në fakt e ka qarë. DJ Gimbo ka treguar që ka një afrimitet jashtëzakonisht të madh me njëri tjetrin, janë dy vëllezër që janë rritur bashkë, janë dy djemë që kanë rritur njëri tjetrin, kanë qenë në vuajtje të njëri tjetrit, kanë qenë në gëzimet e njëri tjetrit dhe këtë tragjedi e përjetuan njëjtë të dy së bashku. Si DJ Gimbo ashtu edhe Gjesti. Në qoftë se Gjesti u rikthye në muzikën shqiptare, u rikthye me forcën për të qenë pranë publikut, njëkohësisht edhe DJ Gimbo hyri brenda asaj shtëpie për të ndjekur ëndrrën e tij, por në një farë mënyre për ta bërë krenar Gjestin edhe Eldionin. Të gjithë banorët filluan që t'i qëndrojnë afër, të gjithë banorët i dhanë dashurinë. Selina ishte ajo e para në fakt, afrimiteti që është krijuar, që unë në fakt e fola pak më herët, miqësia që DJ Gimbo ka filluar të krijon jashtëzakonisht shumë me Selinën. Selina i qëndroi afër dhe DJ Gimbo e përjetoi shumë këtë këngën. Po shoh që DJ Gimbo ka filluar të gjejë një vend të rëndësishëm brenda në këtë shtëpi dhe produksionit i lumtë që mundohet që t'i adhurojë të gjitha emocionet e mundshme që DJ Gimbo të përjeton dhe po përjeton brenda asaj shtëpie. Unë në fakt e dua që Gjesti të jetë surpriza e radhës në këtë Big Brother për të surprizuar shokun e tij, vllaun e tij, ashtu siç edhe DJ Gimbo e surprizoi Gjestin. Do të ishte një moment shumë i bukur në fakt për të gjithë shqiptarët, t'i shohim të dy bashkë, t'i shohim të dy për të përqafuar dhe t'i jep të suportin, edhe pse suportin në fakt Gjesti ja jep nga jashtë. DJ Gimbo është shumë i emocionuar, domethënë ai e kuptoi që kënga ka dalur, kënga po dëgjohet dhe e vuajti njëjtë si të ishte pranë Gjestit. Unë uroj me zemër që DJ Gimbo të shkon lart e më lart në këtë Big Brother, domethënë duke që është një djalë shumë i sinqert, duke që është një djalë shumë i mirë, duke që është një djalë me shumë vlera, edhe pse në fakt ka një histori shumë të dhimbshme që ka rrëfyer jetën e tij, që nëna e tij ka sakrifikuar jetën që DJ Gimbo të vinte në jetë. Domethënë DJ Gimbo është një djalë pas shumë vajzash dhe nëna e tij ka sakrifikuar që ai të vinte në jetë. Domethënë është një djalë që historinë e ka nga pas. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe siç duket do të kemi një histori të bukur me Selinës dhe DJ Gimbo, sepse ishte Selina pikërisht ajo që i qëndronte pranë në këtë moment.